Dashur miq të emisionit Këndi i Diskutimit, ja ku erdhi koha që të jemi sërish së bashku. Sot do të flasim për shëndetin, por nga dy kënde, nga ai që kemi mësuar të dëgjojmë zakonisht nga aspekti shëndetësor dhe nga aspekti fetar, do të kuptojmë më shumë sot këtu te Këndi i Diskutimit. Për të trajtuar këtë temë kemi të ftuar doktor Agron Rexhepi, mirë se vjen doktor. Mirë se vjen. Dhe Hoxhën Enis Rama, mirë se vjen Hoxh. Mirë se vjen, faleminderit. Po fillojmë me juve Hoxh, kryesisht dëgjojmë që mjekët të flasin për shëndetin, për të ushqyerit të shëndetshëm e kështu me radhë. Kjo është e pritshme normalisht prej tyre, por feja a flet në këtë aspekt? Fillimisht unë të falenderoj për këtë iniciativë që trajtohet ky emision, për shkak se emisionet e tilla shpërfaqen atë qasjen gjithëpërfshirëse që duhet ta kemi vazhdimisht, jo selektive. Andaj edhe kemi nevojë për shëndetin organik, trupit tonë fizik dhe material, po kemi nevojë edhe për shëndetin shpirtëror. Dhe çdo kombinim dhe angazhim në këtë drejtim padyshim se është i domosdoshëm dhe i mirëseardhëm. Për këtë trajtimit fetar për shëndetin, padyshim se është një aspekt shumë i trajtuar fort me argumente dhe i qartësuar deri në detajet më të imta. Sa për të ilustruar këtë që përmenda, për shembull, Zoti Xhelal përmend se shëndeti është begati. Dhe në anën tjetër thotë Allahu në Kur'an: "Wa la tus'aluna yawma idhin 'anil na'im." Atë ditë në gjykimit do të pyeteni, do të mirrni përgjigje për begatit. Andaj fillimisht na qet për një përgjegjësi të madhe që të ruajmë shëndetin tonë, me që është një begati dhe për të do japim llogari për Allahut të mënduar. E dyta, shohim shumë rregulla që kanë bëjmë me obligime ndryshme fetare, duke filluar nga pastërtia, nga ruajtja e ambientit, ruajtja e rrobave, pastaj formave tjera të kujdesit që padyshim janë nga preventivat elementare që e mbrojnë njeriu nga çdo atakim të shëndetit të tij. Për shembull, Muhamedi alayhi salatu wasallam ka ndaluar që njeriu të urinon në ujin që nuk lëviz. Do të thotë për shkak se edhe në ujë që lëviz është ndaluar, po do të them çështja në ujin që nuk lëviz për shkak se grumbullohet ndytësira aty, edhe në vend ku mund të pi njerëz ujë, se mund njerëz të lahen aty, mund të jetë një burim i infeksionit edhe grumbullimit të shumë viruseve dhe bakterieve të ndryshme. Pastaj Muhamedi alayhi sallam ka mësuar që të jemi të kujdesshëm për pastërtinë e rrobave tona. Me një hadith Muhamedi alayhi sallam ka përmendur se një njeri do të thotë ka mjaftuar mos kujdesi i tij për pastërtinë pas kryesë nevojave fiziologjike, që ai të dënohet në varr për këtë çështje. Do të kujdesi për rrobën e tij, kujdesi për vendin ku falemi, për shtëpinë tonë. Në anën tjetër, nga udhëzimet fetare për shëndetin është edhe që të ruhemi nga ismuri, që është ismut, të largohemi. Për shembull, ka thënë Muhamedi alayhi salam, largohuni nga i zgjebosuri, sikurse ikni nga luani, e ka kapur zgjeba, smundja e lkurës, ajo është normalisht ngjitse, edhe ik prej tij, largohu prej tij. Pastaj ka thënë pejgamberi se mos ta viziton i shëndoshit smurin, na duhet me vizitu smurin, por atë që ka smundje ngjitse, infektive, apo pastaj e dim që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka mësuar që nëse është përhapur në vend një epidemi apo pandemi, ne jemi mbrana atij vendi ku është përhap, mos të dalim të infektojmë tjerë që nuk janë përfshirë në këtë epidemi. Po nëse jemi jashtë, mos të futemi, pikërisht koncepti i karantinimit që sot funksionon në shumë vende të botës. Në anën tjetër, nga udhëzimet tjera që feja na i ka dhënë për çështjen e shëndetit është edhe aspekti i mënyrës së të ushqyerit. Edhe mënyra që ka të bëjë me sasinë e të ushqyerit, por edhe mënyra që ka të bëjë me përmbajtjen e ushqimit. Muhamedi alayhi salatu wasallam na ka porositur që domon njeriu mos ta mbush barkun e tij deri në domon fryrje, madje ka thënë nuk ka mbush birja e Ademit më të keqe se barkun e tij. Domon nga sa aty pastaj grumbullohen probleme të shumta, si pasojë edhe të mbi peshës edhe probleme të tjera, komplikimeve të shëndetësore. Porosish fetare që lidhen me edhe aspekti përmbajtësor, për shembull, ne dim që Islami ka ndaluar drogën, ka ndaluar alkoolin, e shumë tjera që janë të dëshmuara sigurisht janë të dëshmuara se janë probleme shëndetësore. Po çka synon feja kur flet për trajtimin e shëndetit? Feja kur flet për këtë çështje synon disa objektiva madhore. E para, domethënë që të na jap udhëzime të mjaftueshme
për jetën tonë, ose një burim i mjaftueshëm për gjitha udhëzimet që na duhen, edhe për aspektin e shëndetit fizik, organik, edhe për aspektin e shëndetit mental, edhe për aspektin e shëndetit shpirtëror e kështu me radhë. Prandaj Zoti ka plotësuar fenë e tij dhe plotësimi i fesë nuk nën kupton vetëm plotësimin e aspektit e ritualeve të caktuara, mirë po edhe në gjitha aspektet e jetës sonë që ne kemi nevojë për të. Allahu thot në Kur'an, ma ferratna fil kitabi min shay. Këtë libër nuk kemi lënë asgjë mungu. Udhëzimet këtu i keni. Mund të mungojnë detajet, por bazat janë më rëndësi, që mbi to pastaj ndërtojnë detajet që neve na duhen si pasojë pastaj të hulumtimeve dhe angazhimeve tjera shkencore në jetën e përditshme. Nga objektiva që mund të përmendim gjithashtu që Islami shënon përmes shëndetit është që të mundson, do të thotë, funksionimin normal të njeriu në jetën e tij. Nga se, për shembull, ka shumë obligime që njeriu është i kërkuar të kryejnë dhe ato në mungesë shëndetit është e pamundshme të kryejnë. Për shembull, ne dim që është e kërkuar me u fal namazi. Dhe nga kushtet elementare të namazit është me qëndru në këmbë. Nëse je smur, nuk mundesh me qëndru në këmbë. Ka alternativa tjera pastaj falesh ulur, por nuk është funksionim normal i as i adhurimit e as i njeriut. Pastaj domthonë kemi haxhin, kemi agjërimin. Nëse që njeri smut nuk mund të kryejë. Prandaj kemi obligimet ditore, familjare që nuk mund të kryejnë pa shëndet. Prandaj Islami synon që duke na ruajtur shëndetin dhe duke na inkurajuar që të kujdesemi për shëndetin, na mban vazhdimisht domthonë funksional në gjitha fushat e jetës, jo të paralizuar ose me një funksionim për të përgjithësuar që padyshim edhe pastaj zvogëlon produktivitetin ton si njerëz. Mund me përmbyll dhe me këtë tretën, domthonë që ndoshta si objektivat përgjithshme është edhe fakti se me kujdesin për shëndetin realisht ne mundsojmë zhvillimin e jetës mbi fytyrën e tokës. Nëse përhapën smundje ndryshme, nëse përhapën domthonë ngjitse, nuk mund të jetojmë, mund të ketë vdekje masive tek njerëzit për shembull, edhe mund të rrezikohet lloji njerëzor. Prandaj është nga objektivat e fesë ruajtja e llojit njerëzor. Ruajtja e llojit njerëzor është nga objektivat domthonë madhore të fesë dhe një nga mënyrat më të mira të mundshme për ta ruajtur llojin njerëzor është edhe ruajtja e shëndetit. Po, dhe edhe një çështje për këtë fillim hoxh e prezantuar që në shumë raste flitet në fenë islame për çështjen e shëndetit. Mirë, po si temë duket si risi kur trajtohet. A konsideroni që shumë rrallë trajtohet tema e shëndetit? Edhe tash ky vlerësim mund të jetë relativ. Nganjëherë dikush mund ta ketë rrallë, dikush mund ta ketë më shpesh. Nganjëherë domethënë mund të jetë trajtimi i temës së shëndetit ndoshta po them kështu kushtimisht i integruar në tema tjera. Jo detyrimisht të jetë ekskluzivisht për shëndetin. Ne kur flasim për shembull për ndalesën e alkoolit, ne flasim për shëndetin. Ne kur flasim për pastërtinë, për abdesin, ne flasim për shëndetin. Ne kur flasim për ushqimin halal, flasim për shëndetin. Prandaj tema e shëndetit edhe nëse nuk trajtohet në kuptimin e saj ekskluziv, specifik, trajtohet e shpërndan gjitha temat tona të fesë. Doktor, të jetosh shëndetshëm. Është një moto që dëgjojmë vazhdimisht, mirë po kjo moto çka përfshin brenda vetes, çfarë mesazhe përcjell? A nënkupton vetëm të ushqyerit të shëndetshëm apo ka diçka më shumë këtu? Spari ju përgëzoj për këtë emision ku po trajtohet shëndeti mental edhe ai trupor. Synimi të gjithë neve është që të kemi një shëndet të mirë. Sa punojmë në këtë drejtim është diçka tjetër. Me shëndet të mirë nuk kuptojmë një mirëqenie biopsikosociale. Bio e trupit, psiko e shpirtit, edhe kur se njeriu përbëhet prej komponentës shpirtërore e trupore. Kur këto dyja janë në rregull, të shëndetshme, edhe janë harmoni njëna me tjetrën, atëherë është problemi tjetër që ky njeri, kjo krijesë njeri, të jetë në harmoni edhe me shoqërinë, të jetë i socializuar, mos ketë probleme me shoqërinë. Nuk është shëndet veç mungesa e dhimbjes. Dhimbja është një shenjë alarmuese që diçka në organizmin ton nuk është në rregull. Po shëndet është, herë mos harrojmë se dhimbja shpirtërore është më e madhe se dhimbja trupore. Kështu që kur këto dyja janë të nivel të mirë, nuk kem dhimbje trupore, edhe dhimbje shpirtërore, atë veç mund të flasim për një pjesë të shëndetit. Po kjo dhimbja trupore, mos të presim u lajmëru dhimbja trupore. Të shohim se cilët janë faktorët që ndikojnë në shëndetin e njeriu, ti parandalojmë ata. Shkencërisht është vërtetu se 4 faktor janë që kanë ndikim signifikant në shëndetin e njeriu. Alkooli, duhani,
jeta fizikisht jo aktive edhe keq ushqyeshmëria. Tash kur t'jem te alkoholi, mëlçia e njeriut, e një mashkullit, prodhon 1,5 gram enzim e cila bën detoksifikimin e alkoolit. Ajo shpenzot, e kam fjalën për një mëlçi të shëndetshme të padhjamosun, ajo shpenzot kur e pin një gotë alkool. Çka të pish më tepër mas ke mundësi me bë detoksifikim, po alkooli ka dyrë të hapuna me bë toksifikim të organizmit apo me helmu. Tek femrat prodhon vetëm 1 gram. Tash para mendo personat që konsumojnë alkool, ata zakonisht e kanë mëlçinë të dhjamosun, zvoglohet sasia e këtij enzimi që bën detoksifikimin. Ndërkaq për alkoolin dihet se helmon çdo pjesë të organizmit, çdo qelisë të organizmit tonë. Zoti nuk e ka kriju njeriu me metabolizu as alkoolin, as duhanin. Dhe pse ka mekanizma mbrojtës të cilat luftojnë atë keqe që e fut me qëllim në organizmin tonë. Sa i përket duhanit, mbi 4.000 substanca përbërës janë që dëmtojnë shëndetin. Ma shumë se 100 janë kancerogjen. A pa kem ajër të ndotun, veç të fusëm edhe atë tym me gjitha ata përbërës që shkatrojnë shëndetin. Ndërkaq, sa i përket aktiviteto fizike, gjithçka ka kriju Zoti Madhreshëm është në lëvizje. Lëvizja është kushti i jetës. Nuk ka asnjë arsyetim që njeriu të lirohet nga bërja e aktivitetit fizik. Është një e mirë që edhe mediat tjera, sikurse edhe ju, po i kushtojnë rëndësi mirëmbajtjes së shëndetit, e sidomos bërjes së aktivitetit fizik dhe ushqyeshmërisë së shëndetshme. Tash, sa ndikon një aktivitet fizik në shëndetin ton varet nga disa faktorë: intensiteti, frekuenca, kohëzgjatja, koha e bërjes së aktivitetit fizik. Edhe shkurt po shkojmë në njëherë të fundit te keq ushqyeshmëria. Mendoj që për këtë këtyre faktorëve, keq ushqyeshmëria është ai faktori që mas shumë të njeriu bjen prej e saj. Pothuajse asnjë s'mundesh me gjetë që në jetën e vet se ka pas një periudhë kohore që është keq ushqy. Keq ushqyeshmëria mund të bëhet si nga aspekti sasior, ashtu edhe nga aspekti cilësor. Sasior. E keqja është na presim ta fitojmë ndjenjën e ngopjes kur jem tryez. A është një vonesë nga aspekti mjekësor, është një vonesë e komunikimit mes luktit dhe qendrës për ngopje për 20 minuta. Kështu që preferohet gjithmonë çau pak unt. Kem hadithe, tash hoxha më pa Allah që po flas, po është që një treta e luktit preferohet Muhamedi alayhis salam na preferon, një treta e luktit mushet ushqim, një treta ujë, një treta thotë lehet lirshme, pra ndarja e luktit në lukti ka këtë madhësi, lukti normal, si kam fjalë për ata që kanë mbi 100 kg të taj rritet lukti, po lukti ka këtë madhësi. Një treta është sa të mangë grushti ushqim. Dhe mjekësi thuhet për nevoja trupore, një racion i ushqimit mjafton sasia e ushqimit. E bisedojmë. Edhe ata do të bisedojmë. Mirë po, jo me fut tepër në ushqim. Nëse s'ke ëngër mjaftueshëm, edhe se ke fituar ndjenjë ngopjes pas 20 minuta, mundesh me ndërprer. Mundesh me vazhdu prapë në ushqim, po mos fut tepër kalori. Mirëmbajtja e peshës trupit është raportin mes energjisë hyrëse, sa po han, sa po merr kalori dhe energjisë dalëse, sa po shpenzon. Nëse këto i mirëmbajmë si duhet, ne do të kontrollojmë peshën e trupit. Mbi pesha është nëna e gjitha smundjeve. Po, më e rrezikshme se mbi pesha është nën pesha në tjetër, nëna e cila fundin e ka me vdekje, nëse nuk trajtohet si duhet. Ndërkaq mbi pesha shkon me probleme të shumta, qoftë hipertensionit, smundjes së sheqerit, rritje e yndyrnave, problemet e luktit, mëlçia dhjamosun, mëlçia e kryen mbi 500 funksione në trupin e njeriu. Para mendoj çdo njeri që ka mbi peshë rrezikohet për dhjamosis të mëlçisë. Po them që e ka, se ka 100%, po pak më but po them rrezikohet. Mbi 500 funksione cënohen. E ku mund të kemi na shëndet mirë? Sa i përket cilësisë të ushqimit, gjithsesi duhet pasur kujdes. Sepse njerëzit sot mendoj se sikur më parë përballen kanë pranë vetës lloj-lloj ushqime, madje edhe ato të shëndetshme që konsiderohen. Ka rëndësi të dim se si të seleksionohen ushqimet që ka nevojë trupi ynë. Ma bollëk s'ka pas kur ushqime, lloj-lloj ushqimesh. Sa janë të shëndetshme? Shumë dyshoj që ka qenë të shëndetshme, po s'kem çka tjetër. I shëndetshëm është ai ushqim cilin e kultivon vet, pa pesticide, pa herbicide, pa shtesa të ndryshme. Po mundën të gjithë të kultivojnë.
Po mund të gjenë, jo pra kem tokë në Kosovë, edhe pse të shkretën tokë e kina mush me gure, me gjithë shka kina shkatrue, po ka tokë pjellore Kosovë që mund të kultivohen ato ushqime. E ka një kosto pak më të lartë, po e ty që po ushqesh si duhet. Për ndryshe, ti marrëm mishin, ka nevojë organizmi për mish. Cili është më i mirë për organizmin e njeriut? Une, s'po thon pacientëve, po klientëve të mi, mishin e kuj që preferoj njëherë në 2 javë. Ata që janë me nënpesh bënë dhe njerë njaftë. Mishin e shpesve bënë 1 deri 2 herë njaftë. Të peshkut 1 deri 2 herë njaftë. Është e preferume, nutricistët bashkohor, preferojnë në rena javës të paktën 2 ditë, mos me pasën ushqim mish në trujes, po me pas një ushqyshmëri vegetariane. Unë e preferoj të pak, mas shumë të 2 deri 3 herë njaftë me hangër mish. Pjesën tjetër mi kështë me qenë të ikëm. Pse? Kem nevoj për proteinat, për mikro-makronutrientët që i ka mishi, mirë po mos harrojmë se edhe lirojnë tretja e mishit, zbërthimi, tretja liron toksina, begit shumëta. Kështu që, ku është ai fat, të kem një mish të mirë, po dhe këtë mish që e blejmë është plot hormone, që me zërjen mundu mi rritë kafshtë. Kështu që është mirë të kushtojmë rëndësi ushqimit. Tek ushqimi, hidratimi, që është një marrja e mjaftueshme e lançeve, është një punë që na si kushtojmë rëndësi shumë. Çdo njeri që është i dehidruar, nuk është hidratuar si duhet, pak keq gjë që din sa duhet me marr lançe në 24 orë, ai mund të ketë probleme me dhemosje të mëlçisë, me infeksione urinare. Edhe probleme të inteligjencës, pse mos mbi 85% trunit është ujë. Nëse nuk merr sasitë mjaftueshme të ujit, ti s'ke mujtën me pa pastrimin, nxjerr toksinat nga organizmi, edhe proceset fiziologjike mu kry si duhet. Pra, shumë ka rëndësi përdorimi i ujit. Shumë. Dikun po tregoj, janë tregues të ndryshëm sa duhet me marr, po më i besueshmi është 30 ml për kilogram peshë trupit. Plus 10% deri në 12% peshës trupit shtohet tek personat që bëjnë aktivitet fizik, varësisht nga ndjersitja gjatë aktivitetit fizik. Dhe hoxh u përmendën mishrat, e dim që në fenë islame disa lloje të mishrave nuk lejohet të përdoren. Pse nuk bëm t'i ham mishrat të disa kafshëve? Fillimisht para se me kalu të mishrat apo çdo çuftet që është ndaluar apo lejuar, Zoti xhallal xhelalu në Kur'an qartë ka përmendur, domethënë një rregull që mbi të janë ndërtuar të gjitha dispozitat dhe rregullat që kanë të bëjnë me ushqyeshmërinë në Islam. Kur Zoti xhallal xhelalu në Kur'an përmend objektivat e misionit të pejgamberit alayhis salam, një nga ato thotë dhe ka ardhur që t'ua lejon, t'ua bën të lejuar atë që është e mirë dhe dobishme dhe t'ua ndërron atë që është e dëmshme dhe e keqe. Andaj parim fetar është çdo që është e keqe dhe dëmshme është ndaluar. Dhe nëse këtë rregull tash dëshon me zbatu në atë që është ndaluar dhe me vendos prova për këtë, do të shohim se nuk del jashtë këtij rregulli. Për shembull, doktori përmendin shumë bukur alkooli që është ndaluar në Islam, nuk ka asnjë studim, qoftë edhe po them kështu reklamativ, sponsor për firmat e alkoolit apo që e favorizon alkoolin për shëndetin e njeriu. Kryesisht është domthonë pije e psharake, nuk ka të bëjë lidhje me shëndetin e njeriu e as me mendjen e njeriu. Domthonë nuk është kërkesë as e mendjes e as e trupit alkooli, është kërkesë e epshitia. Ashtu sigurisht edhe duhani. Normal, tash njeri kur e përcakton listën e ushqimeve të tij mbi bazën e epshit, duke anashkaluar, domthonë shëndetin e tij dhe racionin e tij dhe mendjen e tij, e dim çfarë domthonë listat e ushqimit mund të bën ai. Marrim duhanin përmendën doktori, pastaj mishi i derit në Islam është ndaluar. Mishi i derit është ndaluar. Edhe studimet sot më të mëdha do ndalin dhe tregojnë se mishi i derit përbën probleme serioze për shëndetin e njeriut. Dhe me që është kështu është i ndaluar. Edhe mënyra se si ushqehet vetë deri kemi pa ku han dhe si jeton, po edhe domon vetë pastaj bakteret e caktuara që i komrana dhe ato që nuk ndan asnjëherë nga mishi i tij dhe bartën nga ai tek njeriu e bëjnë këtë kafsh problematike për sofrat tona. Nuk jam ekspert as me zbërthy ato detajet e... do të marrim, sigurisht edhe mendimin e Po duhet të them që është e njohur kjo, që është mjafton pak njëri në Google me eksplorua, dhe gjen studime të shumta që tregojnë se derisa don çfarë cilësie të ushqimit ofron. Pastaj don
mund të marrim shembull gjithë tjera të asaj që është ndaluar në Islam, do të shohim se nuk del jashtë këtij rregulli. E dëmshme, e keqe ndalohet. Nga këto është për me të softina, mund të jetë edhe e lopë, por ka ngordhur, nuk është therrë, do me rregulla të caktuara që garanton shëndetin e ushqimit, që garanton cilësinë e ushqimit. Pasi dim se nëse kemi të bëjmë me softin, të kurja e gjakut brenda saj, apo që ai gjak nuk derret, po shëndet pastaj në pjesë të mishit, bëhet shumë i dëmshëm dhe shumë i rrezikshëm për shëndetin e njeriu për shembull. E tjera forma të caktuara që dëshmojnë se sa është kjo çështje e rëndësishme dhe sa është e qëndrueshme dhe stabile, ose sa është stabil tash rregulli që e përmend në fillim se Zoti xhallahu xhelalu na ka lejuar atë që është e dobishme dhe ka ndaluar atë që është e dëmshme. Nga ato që është mirë me pas parasysh është se jo vetëm lloji i ushqimit, domethënë është i ndaluar, por mund të jetë nganjëherë edhe mënyra e përgatitjes së ushqimit dhe mënyra e servimit i mund të jetë problematik. Sikurse për shembull, thash lopa, deleja janë kafsh, domethënë bakti që ne i konsumojmë e lejuar, mirë po në qoftë se nuk prehen në mënyrë të duhur, munden që, domethënë, me përmbys rregullin juridik nga e lejuara në të ndaluar. Për shembull, mbytja e saj, nëse bëhet me një mjet të fortë me goditje që ngordh, nuk ka rrjedhje normal gjakut, e bën problematike. Nuk duhet harruar këto se Islami, thashë në fillim, si një fe që i qasë gjërave nga gjitha kënd, veç nga një kënd, nga këndi shëndetësor e ka sqaruar këtë. Mos e godet, mos e mbët, po therrë e kështu me radhë për shkak se duhet me rrjedh gjaku për këtë. Mirë, e shpjeguam aspektin shëndetësor dhe organik. Por mbetet aspekti tjetër, është një aspekt tjetër që ka ndikim edhe në cilësinë e mishit të kafshës, e që ka të bëjë me atë pa i qushur kushtimisht fetar, që të therrën në emër të Zotit, në emër të Allahut të mënduar, se dhe kjo ka ndikim të madh në therrjen. Pa ne jemi të obliguar që therrja të bëhet në emër të Zotit, me që kjo kafsh është krijesë e Allahut të mënduar. Dhe nuk ke drejti me e cenu jetën e askujt, qoftë edhe kafsh, përveç se me lejen e Allahut të mënduar. Por nuk lejohet me mbyt një mace, pse do bëkim qef. Për shembull, nëse njëri duke shku me kerr, edhe një masë e kalon, edhe me i dhon kirë qëllimisht me mbyt masën, haram, ndaluar, po masë, megjithatë, është krijesë e Zotit, nuk lejohet ti me mbyt një kafshë pa leje. Mirë, nëse veç jemi tek leja, dhe është Zoti krijuesi i gjitha krijesave, atëherë Zoti na ka jap leje që ne të ushqihemi me këtë dhe me këtë. Pa ne kur e therrim kafshën, disi edhe e konfirmojmë se kena marrë leje nga Zoti i mëdhenuar që këtë kafshë ta them për ne kemi ndaluar me e prek. Kur ti jap vetëm ushqy ti ta ngopësh barkun tën në llogaritë të jetës së dikujt. Kjo është padyshim parim që Islami e ruan gjakun, e ruan domthonë jetën qoftë edhe të kafshëve. Prandaj përmend emrin e Allahut. Pastaj përmend emrin e Allahut gjithashtu edhe ka aspekti i madhnimit të Allahut që Zoti xhallahu ala ka privilegjuar, ka bërë krijesa të privilegjuara. Do shikoj, nuk ka njëri që therrët. Por ka kafshë që therrët, për me treguar atë e përsinë e njeriu si krijesë dhe për treguar atë domethënë aspektin e privilegjit që njeriu e gëzon. Mirë, po mbi çfarë bazë gëzon këtë privilegj? Vetëm mbi bazën e emrit të Zotit xhallahu xhallahu. Ti e gëzon e përsinë ndaj krijesave të tjera, ti e gëzon e përsinë ndaj gjitha begative të tjera, ti je shfrytëzuesi të gjithave, ti je zotnuesi të gjithave, por me kusht në emër të Zotit. Nëse, domethënë, nuk i përdor këto në emër të Zotit, realisht tingëllon si një lloj përdorim i palegjitimum i kësaj pasurie. Nëse kush dhe me pas një kopsht, apo edhe ke nevojë për gjitha frutat i kopshtit. E gëzohesh një kusht të marrësh leje nga pronari i kopshtit, edhe ai të jep leje, foto. Kur futesh me lejen e tij, mund të marrësh çka dush. Me pa futjen në kopsht, pa lejen e tij, konsiderohet konsumim i palegjitimuar i produkteve aty. Prandaj edhe bota komplet është një kopsht i krijuar nga Allahu xhallahu xhelalu. Dhe gjitha këto begatinë të Allahut te barekotala. A nëse do mi përdor, do të marr leje nga Allahu i mënduar. Edhe mi përdor, por edhe në emër të tij këto më i bëfën.
Dhe për këtë arsye edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka preferuar që kur të hanë buk, më thon bismillah. Me hongër buk. Nëse stua bismillah që ka thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i ke mundsuar edhe djallit të jetë pjesëmarrës ty. Djalli është një përdorues domthon kriminal i begative të Zotit, nga se i bën në mënyrë të kontrabanduar dhe në mënyrë të pa lejuar apo. Prandaj ne nuk duhet të mos kurse djalli. Ne duhet që ta ruajmë epërsinë tonë dhe ta legjitimojmë konsumimin e produkteve ndryshme të begative të Allahu xhallahu ala duke bërë këtë në emër të Allahut të mënduar. Ai nuk duhet më na shkaluar aspektin e emrit të Allahu xhallahu ala që ka të bëjë me, domethënë thirrjen e kafshë që ka parasysh besimtarit. Tjetër. Andaj dua të them që edhe kjo ka edhe përmendja me emrin të Allahut ka të bëjë me shëndetin. Ndoshta jo atë organik, sa ka të bëjë me atë shpirtënor, që e qetson dinjitetin dhe e qetson dërgjën e njeriu se edhe këtë kafshë e thera realisht ndërgjegjja ime është e pastër, është e qetë, me që e kam bërë në emër të atij që e ka krijuar. Doktor, u përmend hoxha përmendi disa lloje të mishrave të kafshëve që nuk lejohet të përdoren sipas konceptit islam. Po në aspektin shkencor, keni ju ndonjë sqarim se pse nuk duhet përdorur këto produkte, këto ushqime? Shumë të raste, aty ku ka kvantitet, mungon kvaliteti. Për shembull tek se ta marrim mishin në derrit. Ai shumë shpejt shtohet, shumë shpejt shton edhe masat e krejt këto derri. Por po mos harrojmë se derri e han edhe fëmijën e vet. Do të thonë ne kemi ndaluar me kafshë mishë ngrënëse me hangër. Ndërkaq njeriu si njeri është nuk mund të jetë vetëm vegetarian, se Zoti ka krijuar që të jetë edhe bim ngrënës, po edhe mishë ngrënës. Ka konfiguracionin e dhëmbëve, edhe prers edhe blurs. Kështu që nuk mund t'ja lëmë, ti luanit s'punësh me dhanë bari me hangër, sa i sens, Zoti ka kriju vetëm tjetë mish ngrënës, apo elefantit me dhanë me hangër mish. Ndërkaq tek këto që përmendën mishrat e ndaluar, sigurisht se mishra ato kultivohen, rriten me gjithçka. Hajnë edhe gjithçka, ato gjanat e dyta, hajnë edhe frytin e vet, fëmijën e vet. Kështu që nuk janë të preferuar. Në vetë përmbajnë yndyrna shumë të rrezikshme për shëndetin e njeriu, edhe siç përmendi hoxha, kanë mikroorganizma të shumtë, të cilë ndoshta mund me një temperaturë shumë të lartë të menjanohen, po jo të ruhet kvaliteti që neve na vjen të kemi një ushqim të shëndetshëm. Për këtë arsye edhe është ndaluar. Ndërkaq sa i përket mishin, prerjes, therrjes së kafshëve, është shumë interesant se përmendet edhe rregullat e therrjes kurbanit, për shembull. Preren 4 kanalet. Është i ushqimit, i frymarrjes dhe 2 anë kryesore të gjakut. Po nuk përmendet e 5-ta që është boshti kurrizor. Pse kur të preren këto, ende funksionon lidhja e trunit, që në atë prerje, në atë dhimbje që është shkaktuar, të kontrahohet të trupit e qet gjakun jashtë, sa më shumë që është e mundur. Kjo është ajo që e arsyeton ato. Përndryshe, për gjakut, tash ta them këtë, në thertoret e mëdha, mirret e gjaku i kafshëve dhe përpunohet forma të ndryshme që bëhet si shtesë ushqimore, që neve nuk na shkon fare, se nuk është as e shëndetshme, po e përdorin si shtesë ushqimore. Mirë, do të flasim edhe për çështje të tjera të dashur miq në kuadër të këtij emisioni, por shkputemi vetëm për pak çaste më pas rikthehemi. Dashurikues, jemi rikthyer këtu te këndi i diskutimit për të vazhduar këtë emision. Jemi me doktor Agron Rexhepin dhe hoxhën Enis Ramën me të cilët po flasim për shëndetin. Doktor, flasim pak për shoqërinë tonë. Si ushqehemi si shoqëri? Sa kemi kulturë të ushqyerit shëndetshëm? Unë mendoj që më njerë pas luftës nga Evropa, nëse të na vinë më shpejt të mirat, po na vinë të këqijat e perëndimit. Një keq ushqyeshmëri masive me rritjen e numrit të mbipeshës, edhe pse tash në rritjen e numrit këtë thash ashtu në mënyrë paushale, se na nuk udhëheqim ndonjë statistik nivel shtetëror, që me pas se çfarë gjendje ka qenë ushqyeshmëria e popullit tonë dhe çfarë po shkon, çfarë drejtimi po shkon. Mund të them që për gjithçka po gjejmë kohë,
po jo për një ushqyeshmëri të shëndetshme, jo të luftojmë për një shëndet mirë. E dojmë shëndetin e mirë, por nuk mundohemi për shëndet mirë. Që të kemi shëndet mirë, po e lajmë anër duhanin, alkoholin, se po shpresoj që shumica njerëzve si konsumojnë, mirë po duhet bëjmë aktivitet fizik të rregullt, të përditshëm, edhe t'i kushtojmë rëndësi marrjes ushqimit, si nga aspekti cilësor edhe dinamika e sasior. jetës është shumë e shtuar. Arsyetton kjo mungesën e aktivitetit fizik. Jo në asnjë mënyrë. Unë kam pas një klient, edhe ka bë pasuni zotit qofshëm fal bajegi shumë. Tash probleme me shëndet. Edhe kur I them që duhet aktivitet, duhet kujdes në ushqim këto, më thotë arsyeton ata që kam takime, kam këto s'muj. Edhe unë s'dorona, po I thanë që ka marrë ti ke bat, ka dhënë Zoti pasuni. Po kujdes se vjen momenti që këtë çka kije jep, veç kthema shëndetin se e kam pas. Shëndeti është diçka që nuk e vlerësojmë, a shumë e çmueshme, s'mundesh me dhënë një çmim të caktuar. Se një person që nuk e ka shëndetin është në gjendje gjithçka të bën që të kthen shëndetin e tij që ka pas më herët. Po zakonisht atë që e kem se vlerësojmë. Për këtë arsye unë mendoj që shoqëria si shoqëri nuk po bën shumë në këtë drejtim. Zoti e don këtë popull, edhe e ka vetëdijsu, nëse dalim në natyrë, shohim natyrën edhe në këtë gjendje të pandemisë, plot ki njerëz që dalin, ecin, shëtisin. Të moshave të ndryshme, të dy gjinimeve, pa asnjë hezitim, a bie shi, a bie borë, a çfarë temperatura ka me mëngjes, në mëngjesin e hershëm e ke plot gërmin në Prishtinë, po edhe tokë bashkën. Kështu që kjo është një vetëdijsim që Zoti ju ka dhënë, po edhe ju me këto emisione po I ndihmoni popullin që të bën këtë aktivitet fizik. Ana tjetër, sa I përket ushqimit, pak kem zgjedhje, mirë po unë mendoj që edhe atë që e kem, duhet kushtu kujdes. Disa parime të thjeshta. Mos të ushqemi derisa të ndim ndjenin e ngopjes sa të jem tryez. Mos të pim ujë 15 minutë para, gjatë ushqimit, 30 minuta pas ushqimit. Pastaj, t'i kushtojmë rëndësi laramanisë së ushqimit. Po edhe veç një kafshat nëse ke për një ushqimit të veçantë për ushqime të tjera, haje se ka diçka që tjerat nuk kanë. Pastaj, është një radhitje e marrjes së ushqimit. Pijet supa, pushohet 3-4 minuta, kur gja me nguti jo. Të ushqyrit është diçka që Zoti ja ka dhënë njeriu prej lindjes deri në vdekje ka me zbatu. Një proces që të përcjell prej lindjes deri në vdekje. Prandaj duhet kushtuar rëndësi të ushqemi me ngadalë dhe ashtu si duhet, pa nguti. 32-33 herë apo 20 sekonda preferohet një kafshat e bukës të përtypet. Kush e bën prej neshkat? Rralli ke 2, 3, 4 të veç rrshet ushqimi. Edhe hajme nguti shumë. Po ngutia nuk është e jona. Nuk është e jona ngutia. Pastaj, pi supa, pusho 3-4 minutë. Hahet një sallatë, pusho 3-4 minutë. Haje gjellën, pusho pak, edhe nëse ke një pjesë mjesh, mëse shpesh top, mëse për ditë sa, mundesh me hangër. Kjo është për shkak të kohës së ndryshme që nevojitet për eliminimin e ushqimeve nga lukthi. Mos të mbetet keq ushqyeshmëri pas drekës me hangër pemë. Kohëzgjatja e qëndrimit në lukth dhe pemëve është 1 orë. Gjella, mishi mund me shkuar deri 3-4 orë dhe 6-7 orë mishi, edhe më shumë. Tash, ushqimi që mbetet aty jo që tretet, po fermentohet. Dhe për ata kemi probleme me thartin, me koksima, me një ndjenjë të rëndimit. Pra jo me njerë me pemë pas ushqimit. Jo në asnjë mënyrë. Pemë do të më marrë të paktën 1 orë para ushqimit, apo 3-4 orë pas ushqimit. Jo më herët. Pastaj, pse po bëhet kjo ndërprerja? Pive supën 3-4 minutë pushoj, e hangre sallatën 3-4 minutë. Këtë qëllimi është mu kompletuaj 20 minutëshi. Vonesa komunikimit mes lukthit dhe qendrës për ngopje për 20 minuta, që ti sa më herët me ndjenjen e ngopjes. E ke pa kur ti je jetshëm në Ramazan. Bëhat iftar, je shumë jetshëm, me marr një shish ujë e pin, shije etjen sta humb. Po të mushet lukthi që s'mund me lëviz. Kështu që edhe uji që pijet ngadalë e shun etjen, ushqimi që mirret ngadalë e shun urinë. Nëse pretendojmë të kemi një ushqyeshmëri të mjaftueshme, të shëndetshme, besoni që na mjafton ushqim sa të marr grushti për një racion. Po s'do të thotë një racion ditje të hajmë. Ushqyeshmëria e mirë në kupton mëngjesin, drekën, darkën, edhe 2 shujta ndërmjetëse.
mes mëngjezit drekës, drekës darkës. Kjo ta jep atë komoditetin, mos të ushqesh kur deri në ngopje. Po të japsh mundësi efektit termik të ushqimit, që është 10% e energjisë dalëse që shpenzon një person, që me tu hangër buk ti me rrit energjinë dalëse, me shpenzu energji më tepër. Edhe për typja ushqimit do të lehtëson punën e luktit ton, se tretja ushqimit fillon qysh në gojë. Nëse 2-3 herë kafshojmë e përtypëm ushqime dhe e përbim, atë çka na mungon? Na mungon luktit t'ia vnojmë një protezë, edhe ta përtyp, të vazhdo përtypjen e ushqimit. Punë luktit. I kemi nxjerr, mandej para mendoj ushqim që shkon i pa përgatitur. Mund të jetë edhe i vende edhe ndonjë kore e fortë, apo ndonjë ushqim i fortë, i cili mbrana gjatë blurjes së ushqimit në lukt. Lukti bën lëvizje të shumta. Mundet mu damtu mukoza e luktit, edhe pse është e mbrojtur. Edhe mu bë dame të ndryshme. Pastaj, nuk bëhet tretja e mjaftueshme, nuk bëhet tretja si duhet. Pse po themi ujit mos pijet për një unë kam persona, pas rast me taku njerëz, gjatë një racionit ushqimit e pin 1 litër ujë. Shumë është gabim. Ti mas pari, pse preferohet 15 minutë përpara, gjatë edhe 30 minutë pas ushqimit mos me pi ujë. Për shkak që nëse pin ujë gjatë ushqimit, ti ke me dobësu thartinën në lukë dhe cila bën tretjen e ushqimit. Dhe do të pengohet tretja e ushqimit. Do të lagështon ushqimin lukt ma tepër sa që duhet, e lukti nuk është aq i mençëm me ditën se që ky lagështim a u bë prej thartinës që e blujti ushqimin në tret, apo prej ujit që ke piti. Dhe kur të arrihet ajo lagështia, ajo blumja e mjaftueshme, lagështia e mjaftueshme, përmes sistemit nervor aktivizohet një sfinkter që është në fund të luktit, hapet dhe del ushqimi në zor. Kështu që ai do të del gjys i tretun, shumë ma shpejt do të lajmërohet ndjenja e urisë. Po, për këtë arsye preferohet i kushtojmë rëndësi. Janë disa këshilla shumë të thjeshta, shumë të vogla që s'na kushtojnë. Po, mos të hajmë derisa të fitojmë ndjenjën e ngopjes në tryezë, kur hajër prej saj s'do të kemë. Ço pak i unt, se shumë më mirë do të ndihesh. Po, Hoxh, më herët e përmendët llojet e ushqimeve që nuk lejohet t'i ham. Mirë po, a ka rëndësi vetëm mishrat apo ushqimet që janë të lejuara t'i konsumojmë, apo ka edhe diçka më shumë këtu, sikurse që është edhe mënyra e fitimit të asaj pasurisë dhe atij produkti, se si e kemi sjellë në shtëpi? Unë isha duke ndëgjuar me shumë kënaqësi doktorin duke shpjeguar procesin edhe sikurse po shohim luktën as një mirë Zoti shpëloj po e vizualizon këtë funksion të luktit që një më kena nevojë me pa na kështu të po mënoj në mendjen tonë atë që nuk po e shohim me syt tonë për me pa çka po ndodh atë. Mirë po ka disa zhvillime që ndodhin ndoshta nuk mund të vizualizojmë bashkështo, po ato ndodhin atë. Ashta nuk mund unë tash me ta vizualizu ndikimin kushtimisht e haramit të njëri, sikurse doktori vizualizon funksionimin e luktit, nga se çështjet fetare kryesore kanë bëjmë atë pjesë të fshehtë që ti beson të është bindje, nuk është ndoshta materie që preket. Andaj është më rëndësishme me kuptuar se njeriu sikur që e ka luktin, e ka mëlçin, don që funksionon trupi i tij, ai ka edhe disa elemente të rëndësishme brenda, domethënë që realisht e bën njëri ato. Aspekti i tij shpirtëror që brenda tij është ndërgjegja e tij, ndërti është karakteri i tij, ndërti është dinjiteti i tij, është personaliteti i tij i gravuar brenda këtij shpirti, është më i rëndësishëm se ky aspekti organik. Nga se mund të jetë njeriu i smut në aspektin organik, lukthi kështu më radh, po mund të jetë njëri i mirë, i sinqert, i ndërgjegjshëm, po ja është po me smundje. Po mund të jetë kundër njëri i shëndetshëm kuptim organik, lukthi gjitha këto me përpikni. Por të jetë mashtrues, të jetë intrigant, të jetë i keq, e kështu me radhë, prandaj ky shëndet nuk i bën derë me prezencën e këtyre smundjeve. Dhe ne duhet edhe këtij aspekti shumë i kurtu vëmendje me shikues se çka këto po dëmton. Për shkak se kushtimisht po them sikur doktori përmendi mos me pi ujë, për ujë halal, që është baza e jetës tonë, do të pas kujdes që shpo e pin atë. Apo nga se mos prodhimi i durit i dëmton. E dëmton luktin, e dëmton pastaj edhe do përtypjen e ushqimit e përpunimin e gjitha këto komplikime që shkaktojnë që doktori shumë bukur i shtjelloi sikurse ka zana Zoti shpëleft. Mirë, po ka tjera që për shembull ndikojnë kaq shumë te njeriu e që realisht janë të dëmshme, para kur konsumohen.
Pra sa ka ndikim të njëri në shëndetin e tij mental edhe shpirtëror, për shembull çështja e gënjeshtës. Kisha duke lexuar para disa kohërave, doktori Mesut din këtë më mirë se unë, se është punë çështje profesionale, por e lexoja për domosht informim dhe kulturë, këto filmat ose pamjet fatkeqësisht zhveshjeve dhe filmave pornografik, domthon çfarë ndikimi të hatashëm në mënyrën e të menduarit njeriu edhe funksionimit të trurit të tij. Nuk të mërmenja, ai nuk është produkt që është tash ti kështu mund me vizualizu. Mirë, po ato pamje nuk kanë absolutisht përputhje me mënyrën e funksionimit të trurit njeriu. Sikur sa alkooli, domthon përmendja e doktorit që domthon nuk metabolizohet, nga se s'është nuk është kërkesë e trupit njeriu, atë njeriu e ka si huj. Po. Andaj edhe kjo për shemb pamjet e tilla për shemb të zhveshjeve, të lakuricisë ose zot na rute këto filmeve që janë bogati për çmëri edhe ka statistika rënqes edhe në Kosovë, nga rinia sa shikojnë dhe sa konsumojnë këto produkte domon të pamoralshme, nuk është aty ndoshta më ja shpjegoj se ky film ose kjo pamje ta prish luksën e mëlçin, apo mirë po ta prish mirë të mendumit, apo ta prish konceptin për jetën, ta prish ndërgjegjën tonë, apo edhe ky aspekt për shembull duhet të jetë shumë mirë i inkuadruar në trajtimet për shëndetin tonë. Jo vetëm ai aspekti organik, sikur që pranë doktori, me kone ky aspekti mental dhe aspekti domethënë shpirtëror. Prandaj harami është çështo. Domethënë harami, ushqimi haram ka këndikim. Mund të jetë produkti i njëjtë, për shembull, mund të jetë mishi ose mund të jetë buka ose paraja që të fiton me të blen pasaj ushqimin, apo mund të jetë halal dhe pastaj t'i ruan përbërësit e tij shëndetësor që futen në trup. Mund të jetë haram dhe t'i hup përbërësit shëndetësor dhe të t'i dëmshëm. Nga se përbërësit e një produkti janë që duken dhe janë që nuk duken. Sikurse për shembull populli shpesh e përmend punën e bereqetit. E ke vaj thot i ka 100 euro shkon. Me 50 euro sokom në jetë përditshme këtë kemi provu për shembull. Bereqetin kohë, bereqetin jetë, që ka njerëz që kanë jetuar 60 vjet që atë shumë ka bë, ti thosh do të mërnu 200 vjet, edhe 10 vjet nuk mund me bë për 200 vjet çka ka bë për 50 vjet. Ku është dallimi? E vërtet është shfrytëzimi i kohës, po ekziston edhe një përbërës që na nuk po e shohim me prek, mirë po e vrem se ka ndikim në jetën e dikujt. Aspekti i bereqetit. Ushqimi për shembull, han shumë, edhe as të ngihesh, as nuk je rahat. Flan shumë kërë, po qosh i lodhur, ka flan më pak, domethënë që kjo me kuptues janë disa përbërës që ekzistojnë, domethënë ndikojnë tani, e pse na nuk i shohim. Prandaj të produkti të përdoret të fitimi haram. Të fitimi haram, domthonë Zoti mund bën që nëse fitimi ka or haram, për shembull me korrupsion, me uzurpim, me mashtrim, me tradhti, me keqpërdorim, forma ndryshme për shembull, ka fituar njeriu, domthonë tash çat produkt kur ti tash e kthen në ushqim për vete, në tesh për ty, çfarë do lloj mënyre të shfrytëzimit, ai e humb atë përbërjen e tij të dobishëm për ty. Dhe nga një produkt i dobishëm, apo shëndon një produkt të dëmshëm për ty. Jo të dëmshëm është për shëndet organik, nga se shëndeti organik dëmtohet nga tjerë përbërës, nga mungesa e përbërësve të tjerë ose prezenca e përbërësve të tjerë. Mirë, po shëndeti mental i njeriut, shëndeti shpirtëror i njeriut dëmtohet nga këta përbërës të haramit që domthonë na nuk i vrejmë, por ata janë prezant. Për këtë arsye, shikoj për shembull Muhamedi alayhi salatu wasalam ndikimin e këtij ose kësaj mënyre të ushqyerit e ka trajtuar në nivel të serioz bujar. Për shembull, ne dim që njeriu gjithmonë ka derën e hapur te Zoti. Mëkatori më i madh me kon pendohet Zoti ja fal mëkatet. Domthonë, ndoshta e ka luftuar Zotin. Ndoshta pejgamberin e ka shojt. Pendohet te Zoti ja fal Allahu më shumë. Prandaj mund bën vepra kriminale të mëdha. Dhe pendohet Allah ja fal. Nëse nuk ka të bëjë me hakun e njerit, nëse ka hyrë hak njerit, do të atimi kërku halal, më ja kthy pronën që ka marr. Kjo të tërshka, po duhet të them që Zoti xhallahu xhallahu i mund dyert e hapura për njeriu gjithmonë. Madje Zoti xhallahu ala nga mirësia e tij ka bërë që edhe ata që nuk besojnë në Allahun, në momentin kur kanë nevojë për Allahun, mund të detonte Allah xhallahu xhallahu.
Pra puna e idhujtarëve, paganëve që besojnë në idhuj e kështu me radhë, por janë situata kritike, për shembull në valët e detit a Zoti përmend, ose në situata të vështira, Allahu thotë nëse ata në këto momente, edhe pse ata janë të shkputur nga Zoti realisht, se nuk besojnë te fare, por në këto momente kritike i kthehen Zotit, Zoti ju përgjigjet ata. Do sa Zoti don që të jetë lidhja me njeriu vazhdimisht aktive dhe funksionale. Mirë po për shembull, kjo lidhje bëhet jo funksionale në rastin kur mes neve dhe Zotit që në harame. Sa është kjo me rëndësi me kuptu. Muhamedi më ka përmendur situatën e një njeriu që në të gjitha them kështu shpjegimet dhe në gjitha rrethat, ky njeri i plotson kushtet që ti përgjigj Zotin dorën e tij. Që ka thënë Muhamedi sa një njeri në shkretin, do në zor vërtësi, flok prishur dhe i plurosur. Don ai aspekti i shkretit njeriu, jo mendje madh, do i thyer, i gjynzuar, skajshmërisht ka nevojë, apo këtyn këtu don shkaqe që e bëjnë pranimin e duas shumë të mundshme. I ngrit dur ka qielli. Ekstra tash veç u kthy ka Allahu xhallahu ala. Edhe thot o Zot, apo. Thot mirë po, ushqimin e ka haram. Veshën e ka haram. Ka fitu me haram. Enna ju stajabu la. Prej ka me jarët i përgjigja. Përgjigja vjen nga qielli, po ka me të hite. Ti realisht thosë je fut në një izolim aq të trash, saqë përgjigja nga Zoti, mshira e tij kur vjen është probleme depërtu në këtë gjendje çfarë jeti. Shiko çfarë distancë dhe çfarë pengese, çfarë barriere do të bën harami mes njeriu edhe Zotit të tij. Mos flasim për implikimet e tjera që shkaktojnë në dunja, edhe në botën tjetër, për shembull, njeriu aktiviteti i tij ditor bujar është i ndarë edhe në pozitiv edhe negativ. Na bën edhe mirë, bën edhe keq. Dikush më shumë, dikush më pak, po njeriu është mësoj nuk ka një që është veç pozitiv, edhe hiç keq nuk bën. Ne gabojmë, qoftë afekt. Po edhe njerëz më të këqij, kriminal që e bojnë të mirë dikon. Se ajo ana shpirtore e tij e kushton diku. Nëse një qani jep me hungër, për shembull, dikujt ja jep një sadak, për shembull, kur ti merr. Dhe tash dalim para Zotit të manduar dhe matemi. Veprat matën peshore në sakt Zotit xhallahu. Para se mu mat domthonë peshore, ekziston një fazë e llogaridhjes ditën e gjykimit ku bëhet shpagimi i haçeve. Po që hin hak dikujt, ai nek dikush e kështu me radhën. Dhe atje shpagimi ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk bëhet me parë. Sot kom bërë që parë, se parë me vetë smerë, kërkosh atjerë. Mall me mall. Mall me mall nuk shkon nga, absolutisht. E me qka, për shembull, e këti e ke marrë tokën, këti e ke marrë, për shembull, drejtën e shkollimit e ke cënu, punësimit, kjo është hak, i ke një hak, qka do qoftë? Rresht, ke bu haram, ke fitu me haram, ki me la kusurin. Me qka i la kusurin? Me punë të mire. Qato të vogla që i ki, ta është, për shembull, parana për nëse dikur ka fitu haram bojar, ta është dikujt i ka shkaktu dëm para të caktuar, tash duhet me la me Ramazanin që ka agjëruar. Duhet me la me afal Ramazanin tonë që ti ke agjëruar këtu, duhet me afal, ose s'ki me çka kompenzon. Është të marrësh me kjo që me paramenu për shembull. Nga se Zoti është i drejtë, nuk lejon që me përfundu ditë e gjykimit e që njerëzit komplet mos marr hakun që duhet. Secili. Këto janë pasojat që vijnë. Unë fola për pasojat disa në këtë botë, po edhe në botën tjetër. Prandaj më kon shumë të kujdesshëm nga se harami është shumë i keq, mund të jetë i këndshëm, mund të jetë i ëmbël në fillim, mirë po është vetë e cipa sipërfaqësore e tij që e bën të këndshëm, tër ajo që është nën këtë cipër është të mërshme dhe shumë e hidhur. Po doktor? Unë do lidh me hoxhën e nderuar që kam kënaqësi dhe ligjëratat kur janë ndëgjoj. Me të vërtet është një thënie në shkencën e nutricionit nga aspekti fizik. Ashtu si ushqemi, ashtu do të jemi. Si ushqesh do të kesh shëndetin. Po tash na tham që njeriu përbëhet prej komponentës shpirtërore e trupore. Tash ushqeu me ushqime të këqija, ti s'do të kesh, mos pret që do të kesh një shëndet mirë. Ndërkaq, trupi është shumë i ndihshëm. Trupi po rritet, po zhvillohet, po prapë e merr një tepërse. Mbas hulumtimeve që kemi bë, moshën 17-18 vjeçare arrini maksimum, moshën 25 vjeçare fillon popullata jote më plak. Këtu kemi ulumtuar mbi 100.000 matje kemi bën popullatën kosovare. Po. Tash, para mendo trupi po plakët. Shpirti jo. Shpirti po mbetet çaj njëjti, po veç ka mund të fisnikrohet. Qaj ushqimi haram që na shpjegoi shumë mirë hoxha, se lejon u fisnikruaj shpirt. Ai shpirt fisnikrohet me vepra të mira, me besim të sot, me adhurim ndaj Zotit. Ai ta ndihmon me fisnikru
shpirtin tënd që e ke. Nëse këto dy komponenta i kem si duhet, atë problemi i tretë është problemi i shoqërisë. A e kem që shoqëri tamam të përshtatshme, të mirë, që kjo entitet, që kjo komponent shpirtërore, trupore, krijesë e Zotit, të jetë në harmoni me qëtë shoqëri, të kënaqet me qëtë shoqëri. E kam fjalën për ata që është e ndërtuar me mirë, edhe komponenta shpirtërore dhe trupore. Nëse shoqëria nuk është e përshtatshme, atë do të kemi një thyrje. Kështu që në ditë sotit pak mundta me gjetë një njerëz tamam të shëndetshëm, po mos harrojmë se Zoti ka krijuar njeriu në mënyrë perfekte. Të gjithë ushtarët e mundshëm i kanë trup që të mbrojnë për çdo problemi të mundshëm. Prandaj të kemi kujdes me ushqime, me këto, të mirë mbajmë si duhet, dhe me aktivitete fizike, sigurisht se komponenta trupore do të jetë në nivel, me ndihmën e udhëzimet e ligjëratat e hoxhës, nderuar me hoxhallarë e tjerë, edhe komponenta shpirtërore do të ngritet. Atëherë të paktën ne kemi bërë maksimumin ton për veten tonë. Për shoqëri, inshallah Zoti na ndihmon. Dhe sigurisht që ka shumë çka që të flitet në këtë drejtim kur flasim për shëndetin nga të dyja këndet. Mirë, po doja doktor, me që jemi edhe në kohë pandemie, po jetojmë këtë kohë tani më vetëm se në stinën vjesh dimër, sikurse edhe pritet shtimi i rasteve të prekurve nga ky virus. Çfarë këshilloni ju për qytetarët tanë? Çka duhet kenë parasysh që të mbrohen apo edhe që në një farë mënyrë që të mos kenë panik apo frikë të shtuar gjatë këtyre ditëve? Spari, ne kemi obligim para Zotit të ruajmë veten tonë. Këtë trup e kemi amanet prej Zotit. Se kemi gjetë, se kemi kriju vetë, po Zoti na ka dhënë amanet, andaj duhet me ruajtën. Pastaj kemi obligim ndaj vetes tonë, po edhe ndaj të afërmëve tonë që t'i ruajmë ata. Për këtë arsye mendoj në këtë rast pandemisë nuk duhet me bë panik, duhet më mbrojt, duhet më rujt aq sa kemi mundësi. Ky virus nuk është prej dje, ky ka qenë më herët, do të jetë edhe më vonë. Do të jetë sa të ka njerëz. Jo vetëm ky virus, por shumë virusa të tjerë ka që do të jenë sa të ka njerëz. Ne duhet më mësu me bashkëjetu me këtë virus. Ai e dobëson pak atë virulencën, atë agresivitetin e tij që veç është ka e dobëson, ndërkaq njeriu e rrit imunitetin, qëndrueshmërinë e tij. Kështu që do të jetë se Zoti ta çon të keqe, po gjithmonë ta çon edhe lehtësinë me përballuar të keqe. Kështu që unë mendoj që t'i kustojmë rëndësi kësaj për çka po bisedojmë, ta kem shëndetin mental si duhet, se ai t'jep forcë, ai është ai motori i nxitës që ti kemi përballu probleme të tjera. Ta kem shëndetin fizik, që është ai automjeti i fortë që çon përpara, edhe unë mendoj që nuk do të kem problem. Si mbahen këto? Me udhëzimet që na i dha hoxha i nderuar, po edhe me këshillat nutritive të ushqimit si duhet, mos të ushqemi me ushqime që gjithçka gjen to vetëm materie ushqyese të shëndetshme jo, të hidratohemi si duhet, të konsumojmë fruta aq sa kemi mundësi, sa ka nevojë. Mirë, mos të teprojmë të mbi pesha, po sidomos limoni, të përdoren në langje të sasi të mjaftueshme, çajna të pijen, po pa e lënë anash në asnjë moment aktivitetin fizik. Jo ka ra pandemia ku mban 120 kg. Nuk është arsye tim. Aty është në pyetje dembelllëku i ynë. Nëse s'ke mundësi që asnjë moment s'është ndalue 24 orë mos me pas mundësi me dal. Gjithmonë ke pas mundësi me dal me pa aktivitetin fizik. Po nëse s'ke mundësi jashtë, të paktën në atë hapësirën ku jeton bën aktivitetin fizik, mos ushtri veç me ndajt vepritet derisa të kalon pandemia, se kjo mund të zgjatë edhe më shumë. Virusi si virus mund të jetë këtu edhe, mos them, në një kohë shumë të gjatë, mos them edhe për gjithmonë, po na do të adaptohemi praninë e tij. Prandaj t'i kushtojmë rëndësi shëndetit se tu e vajtu pandemin, tu pas frikë nga pandemia, na do të damtojmë anën tonë psikofizike, po edhe atë ekonomike. Prandaj të përmlidhemi edhe të ruhemi, aq sa ka mundësi, të mos bëjmë panik, të mos rrezikojmë të tjerët. Për caktimin e Allahut sigurisht se nuk do të mund të ikë askush. Dhe hoxh, për fund, një këshill për çështjen e pandemisë që ende vazhdon të jetë edhe në mesin tonë. Se përket pandemisë, kemi trajtuar disa herë, do të thotë së bashku, tema që kanë bëjmë me këtë problem tashmë që ka përfri globin. Unë po them që njerëzit, jo vetëm këtë situatë, po në gjithë situatë kanë nevojë që të funksionojnë komplet
dhe funksionimi komplet I qenies njeri I garanton qëndrueshmëri karshi gjitha sprovave dhe sfidave. Nëse do të tentojmë këtë sprovë globale me I rezistu vetëm me gjysmën e kapacitetit tonë, që është veç aspekti organik dhe material, nuk do të kemi forcë. Kemi nevojë edhe për forcën shpirtërore, për forcën e lidhjes me Zotin gjithsesi, që në këtë funksionim komplet tonë, si qenie njerëzore, mund të jemi shumë më të aftë karshi çdo rreziku. Sikur që e përmend doktori, Zoti xhallahu ka krijuar njeriu me të vërtetë me gjitha komponentet e duhura të mjaftueshme për të rezistuar gjitha problemet në këtë botë. Nga se ne jemi të kësaj bote, të kësaj toke, nuk jemi të ardhur nga planet tjetër. Jo që jena të përshtatshëm për me jetu këtu, po jena pjesë e kësaj bote. Jemi krijuar nga dheu, edhe këtu kemi ardhur, këtu kemi lindë dhe kthehemi prapë në barkun e tokës nën. Kështu që realisht ne jemi pjesë e kësaj, nuk jemi jashtë kësaj. Problemi është atë kur na, domethënë, e injorojmë kapacitetin ton, nuk e funksionalizojmë tërqenjen tonë, gjitha kapacitetet tona, e atëherë bëhemi të dobët ka çdo rreziku. Prandaj funksionimi I aspektit shëndetësor, organik është më rëndësishëm, por funksionimi I aspektit mental edhe shpirtëror është shumë më rëndësishëm, nga se ne jap fuqitë mjaftueshme me të kaluar këto sprova, dhe unë besoj që me mbështetjen e Zotit xhallahu me kujdes dhe me respektim të rregullave të rekomanduara nga organet kompetente dhe njerëzit që janë përgjegjës për këtë çështje, unë mendoj që edhe do të kemi disiplinë, edhe do të kemi rregull para dalë faqebarë nga kjo situatë inshallah. Inshallah. Atëherë faleminderit shumë që ishit në këtë emision, ishte kënaqësi. Në dashur miq, kjo ishte e tëra sa I përket emisionit të sotëm Këndi I diskutimit. Faleminderit shumë që na ndoqët. Mirupafshim.